I ftuar në studio Leonard Beko, kryetari i shoqatës së të përndjekurve politik Dega Korç dhe djali një nga 4 martirët, Dervish Bekos, 4 martirët e revoltës së Spaçit. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Kënaqësi të kemi. Do të flasim për mbrëmjen e sotme, do të kemi një dokumentar të veçantë që do të shfaqet në Kinema Millennium ose Ish Kinema Morava, siç e njohin një pjesë e madhe. Sot në orën 18 do të kemi premierën e dokumentarit Spaç 1973 Martirët e Lirisë. Flasim pak për këtë mbrëmje, si ka ardhur ideja për të realizuar këtë mbrëmje dhe mbi të gjitha në qendër të saj do të jetë ky dokumentar, duke treguar një ngjarje e cila ka mbetur në historinë e Shqipërisë si një nga le të themi revoltat më të mëdha kundër regjimit të dikurshëm. Ky film bazohet më shumë në revoltën e Spaçit 1973, ku 4 martirët e Lirisë kanë dhënë jetën. Dhe njëri nga ata ka qenë dhe baba im. Ndjehem krenar për këtë që jam i ftuar sot në Korça, në një televizion që ka shikueshmëri të lartë në rrethin e Korçës, dhe ju falenderoj shumë për ftesën. Mund sjellim ndonjë gjë interesante nga ajo që vjen nga kjo revoltë e Spaçit dhe që besoj është pjesë e këtij dokumentari, duke sjell fakte dhe prova për ta 4 martirë, një ndër ta është edhe baba yt. Unë kam vajtur në Spaç dhe kam vizituar dhe godinat e Spaçit si janë në këto momente. Dhe është një tragjedi e madhe çfarë ka ndodhur atje dhe çfarë është bërë. Dhe ky film bazohet në këto fakte që këta 4 martirë të Lirisë, domethënë i kanë dhënë jetën dhe i kanë kushtuar, domethënë i kundërvuan regjimit për atë që ndodhte, për atë që ka ndodhur në burgun e Spaçit. Ngritën flamurin pa yll në 1973-shin, e sollën demokracinë që atëre. E kupton? Dhe ka qenë nga figurat e para që i kanë paraprirë. Janë figurat e para që pas 90-s dhe demokracisë. Domethënë ky film bazohet në këtë ngjarje. Kanë qenë 3 ditë. Unë doja të sillja në vëmendje atë që vërtet ka ndodhur në Spaç në 21 maj 1973. Kanë qenë 3 ditë me radhë të burgosurit politik të këtij kampi, sepse që ishte një kamp famkeq, një burg famkeq, jo vetëm për emrat që ishin burgosur aty, por edhe për kushtet njerëzore apo dhe torturat që ata trajtoheshin. Pas pothuajse 30 vitesh shtypja, ata ngritën midis maleve të Mirditës flamurin kombëtar kuqezi pa yllin e kuq, simbolin e diktaturës. Ky film dokumentar që do të shfaqet sot është një omazh për të gjithë pjesëmarrësit e atij akti trimërie, veçanërisht për 4 të pushkatuarit, Palzefi, Dervish Beko, Hajri Pashaj dhe Skënder Daja. Ata si dhe 6.000 të tjerë të pushkatuar politik të regjimit mbeten të zhdukur, pa vare, pa eshtra, pa emra, ende të pagjetur. Kujtesa historike kombëtare do të mbetet e paplot derisa Spaçi të zhndrohet në një muze të gjallë persekutimit, si dëshmi e një prej regjimeve më të egër dhe më njerëzore që ka parë Evropa pas luftës së dytë botërore. Vërtet shumë tragjike ajo që ka ndodhur në këtë revolt, por dhe të gjithë ata që kanë humbur jetën në Spaç, kjo për shkak të kushteve çnjerëzore, por dhe torturave çnjerëzore që ushtroheshin ndaj tyre. Kemi patur shumë emra që kanë qenë pjesë e viteve të tyre që kanë kaluar në këtë burg famkeq, që për fat të keq sot ka mbetur i braktisur. Ndoshta do të ishte shumë më mirë, ashtu siç thuhet, që të bëhet një muze për treguar, për të sjellë në vëmendje ata të cilët humbën jetën brenda atyre telave me gjëmba që sot vazhdojnë të jenë edhe sot e kësaj dite. Si u arrit të realizoj ky dokumentar? Ishte një kërkesë e shoqatës apo ka qenë ideja e dikujt që një ide ka qenë e Besim Drejgjonit, që e përshëndes gjithsesi, dhe shoqata besoj do të jetë doktori. Po, do jetë doktori, janë të ftuar dhe gjithë institucionet që nga universiteti, nga bashkia, nga Këshilli i Qarkut, dhe shumë intelektual, dhe shumë të përndjekur dhe ishte përndjekur. Domethënë
familjet e tyre të përndjekure, që nga Dhori Gënjoti, flasim Vaska, Pra të gjithë ata që të gjithë ata që njihen për persekutimin që për kanë persekutimin e tyre në regjimin komunist. Po. Do të filloj programi me himnin kombëtar në orën 18, do të kemi një poezi Shqiponjat e flamurit, recituar nga aktori Aqif Ademi, më pas do të kemi përshëndetje nga 3 mbijetuarit e revoltës së Spaçit. Do të jenë ata të pranishëm për të përshëndetur premierën e këtij dokumentari. Do të kemi filmin dokumentar që do të shfaqet dhe më pas do të kemi dhe përshëndetjen tënde që do të përcillet në përfundim të kësaj veprimtarie. Ti vetë e ke parë dokumentarin E apo? kam parë se e ka dhe në këtë dokumentar në edham Tiranë në fillim, në Millennium, në kinema Millennium. Dhe unë jam lutur që t'i jepesh edhe në Korçë që ta shikonin Pra ka qenë kërkesa jote që Po, të vi ka qenë premierë kërkesa edhe në ime që qytetin të e vi Korçës. një premier këtu, se s'ka vajtur në asnjë vend tjetër. Aq më tepër kur edhe një nga martirët e Një nga kësaj martirët e kësaj proteste është babai. por edhe nga Korça dhe Po. është e lidhur ngushtë edhe me qytetin, ndërkohë që Se kemi edhe Korça ka shumë të persekutuar, domethënë të përndjekur, ka shumë. Dhe unë i shikoj në zyrë kur më vinë që domethënë për një kesë të pestë, domethënë që duhet është aktualisht që është aktualisht që po flasim edhe shumë njerëz të vojtur, shumë njerëz domethënë të vinë gjyna për ata njerëz që mos i ndihmosh dhe prandaj domethënë të krijosh mundësi. Të krijosh një mundësi, i jam lutur atij që duhet ta japin dhe bëra ç'është e mundur që ky film të jepesh edhe në Korçë, që ta shikojnë të gjithë njerëzit që për të njohur, për të njohur historinë. Për të njohur ngjarje shumë të veçantë që ishte bashkangjitur historisë së luftës kundër regjimit komunist. Ju prej gati një viti jeni kryetari i shoqatës Dega Korçë. Sa antar numëron shoqata? Deri tani me parafërsi? Shoqata ka shumë antar. Domethënë mund të ketë 700 antar deri tani që i kam të regjistruar. Domethënë që i kam regjistruar unë. Plus që kur ka qenë Ylber Merdani dhe ajo kam listën që ka dhe më shumë se 700. Po flas 700 që kam regjistruar unë deri më sot. Vetëm gjatë periudhës që ti je kryetari i shoqatës. Ndërkohë që numëron dhe shumë të tjerë që janë regjistruar përpara se ti të merrje këtë detyrë. Po. Që domethënë janë shumë më shumë, domethënë rreth i Korçës ka shumë të persekutuar. Nuk e kuptoj domethënë se edhe unë e kam vojtur atë pjesë. Dhe nuk e kuptoj domethënë që këta njerëz t'i lejnë në mëshirë të fatit. Ende ka për të bërë për ta. Ende ka shumë për të bërë. Puna e dëmshpërblimit, deri ku është kjo punë e dëmshpërblimit, sepse është folur shumë, u bën tashmë shumë vite që vazhdon me kësë të parë, të dytë, të tretë, të katërt. Dhe ka shumë që s'kan marrë edhe kesin e parë. E ke idenë. Po pse ka ndodhur kjo? Për një dokumentacion shumë të vogël se i vllai ka ikur në Amerikë. Ose një dokumentacion tjetër që është mbyll llogaria bankare. Me këtë rast dua të gjithë t'i përshëndes të gjithë të përndjekurit dhe ish të përndjekurit, domethënë që familjet e tyre, dhe dua t'ju them që duhet të vinë në zyrën time që unë t'i ndihmoj sa më shumë dhe të fillojnë të bëjnë kartat për kestin e 5. Patjetër duhet deri në fund të këtij muaji. Në të vërtetë dhe mediat e shkruara kanë përcjellë të ftesën për të persekutuarit dhe ishte persekutuarit për pjesën e dokumentacionit që nevojitet për të paraqitur për të marrë këstin e 5. Ti plotësojnë dokumentacioni sa më të rregullt. Sa më i rregullt të jetë dokumentacioni që ata do dërgojnë në Ministrinë e Financave, aq më mirë do jetë për ta, sepse do të jetë një procedurë e shpejtë për të përfunduar që të mos ketë nevojë për shtesë dokumentash. Është e rëndësishme të vinë të njihen se çfarë nevojitet si dokumentacion për të dorëzuar në mënyrë që kanë të drejtë të rreshin këtë kestin e 5. Të rreshin kestin e 5 dhe atyre u intereson, e ke idenë. Ndërkohë që ju si shoqatë e ndjeni mbështetjen e institucioneve, duke qenë se problematikat e antarëve të shoqatës. Unë nuk erdha të qajm këtu, mirë po të gjitha me mundësinë time, domethënë një kompjuter, një laptop, një diçka, domethënë të gjitha i kam bërë nga xhepi tim. Dhe nuk erdha për të qarë, po thjesht domethënë unë kam një amanet babait dhe për ata amanet dua që t'i ndihmoj, domethënë nuk është sepse ke vendosur ta përmbushësh thuaj. Përfitoj diçka. E kuptoj. Mirë, ne urojmë që gjithë ata që janë pjesë e shoqatës të përndjekurve politik Dega Korçë të kenë sa më pak probleme në të ardhmen. Edhe një herë për të gjithë ju që dëshironi të shikoni një dokumentar kushtuar një prej ngjarjeve më të rëndësishme të luftës kundër komunizmit,
është sot në orën 18 në Kinema Millennium, ish Kinema Morava, meqense një pjesë e njohin si të tillë dhe një pjesë jo. Në orën 18 kemi premierën e dokumentarit Spaçi 1973 Martirët e Lirisë. Mirë Leonard, të falenderoj pranin tënde në thuaj mirëmëngjes. Faleminderit dhe përshëndes ju dhe të gjithë emisionin tuaj që e bëni shumë të bukur dhe domethënë ne ndjekim çdo ditë, po thuaj. Faleminderit. Përshëndesim edhe gjithë anëtarët e shoqatës së brendikurie politik Dega Korsh, që sot do të jenë pranishëm në këtë premierë në kinema për të parë këtë dokumentar në gjithçka që është arritur të realizohet për të hedhur dritën mbi 4 martirët e revoltës së Spaçit 21 maj 1973. Suksese në punën tënde në krye të kësaj shoqatës.